Mungesa e ujit të pishëm në Vlorë nuk është çështje thjesht papërgjegjësie, por një çështje abuzimi flagrant me taksat e qytetarëve të Vlorës. Brenda 2-3 viteve të fundit, në këtë bashki janë shpenzuar rreth 9 milion euro për projektin e ujësjellësit të Unazës në Lungomar. Dështimi i thellë i ujësjellësit të Bashkisë së Vlorës do pak është dështim i rilindjes e cila nuk në këto 3 mandate nuk ka garantuar dot as ujë të pishëm për vlorjatët e jo më për turistët e shumë që janë sot në këtë qytet në kulmin e sezonit turistik. Grupi i këshilltarëve në Bashkinë e Vlorës shumë shpejt do të depozitojë në këtë këshill kërkesën për një interpelancë të menjëhershme me kryetarin e papërgjegjshëm të kësaj bashkie